Presidenti Arben, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të tregoni diçka për karrierën tuaj? Nga fillimi deri sot. Është pyetje shumë e vështirë për shkak sepse të angazhimet e mia kanë qenë shumë të mëdha. Kam background nga, të themi, bota shkencore, sepse vi nga një institut shkencor dhe pastaj nga viti 96 kam kontribuar te KAJO. Si thua, jeta ime është ndarë në dy pjesë. Është në pjesën e cila lidhe me kërkimet hidrike dhe meteorologjike të vendit, dhe pastaj me pjesën e gazetarisë. Nga viti 96 kam qenë gazetar, reporter, drejtues, organizator i disa prej organeve kryesore të vendit. Tash jam në pozicionin freelance. Përkthej gjithashtu kam një jetë artistike, përkthej nga gjuhët slave, prej ndoshta 20 e pak vjetësh, tani kam rreth 50 vepra nga gjuha serbe, gjuha kroate dhe anglishtja, të nobelistëve dhe të autorëve më të njohur të ish hapësirës jugoslave. Momentalisht jam i angazhuar si analist politik, por edhe si publicist. Mundova ta përmbledhja sepse edhe minutazhi besoj është i tepruar nëse do flisë. Ky është kontributi dhe ky është mënyra se si unë angazhohem në jetë. Kam një prirje më shumë tani nga pjesa, të themi, e analizës politike bashkohore të ngjarjeve në Shqipëri, po edhe të ndodhive që ndodhin në Ballkan dhe sidomos në Kosovë dhe në Serbi, për shkak të gjuhës, për shkak të njohjeve dhe për shkak të angazhimit. Kjo është pak a shumë. Diçka për realitetin shqiptar sot. Si e shikoni ju, si analist, si publicist, si qytetar, këtë realitet? Shumë të ngarkuar, shumë problematik, dhe më vjen keq vëzhgimet që janë bërë 100 vjet përpara, sidomos nga Faik Konica, diçka më pak nga Fanoli, nga individ të tjerë. Luish Gurakuqi ka pasur qasje, të themi, më elegante, ka pasur qasje të tjerë të individëve të caktuar. Do të veçoja sidomos Mitat Frashën. Shqiptari sotëm ka pak ndryshime me shqiptarin e 100 e ca vite përpara. Jemi sërish kaotik, jemi shumë problematik përsa e përket konceptimit ton të shtetit në përgjithësi, dhe mbi të gjitha jemi jashtëzakonisht të paqartë për të ardhmen tonë. Uroj që shqiptari sotëm, me sidomos brezat, të kenë parasysh të gjithë problematikat dhe të ngrenë identitetin e një shqiptari të ardhmes krejt ndryshe. Personalisht e besoj do jetë e vështirë, sepse dhe brezat që po lindin, për shkak të vështirësive shumë të mëdha në arsimim, për shkak të vështirësive shumë të mëdha në pjesën sociale, nuk shikoj që kanë një qasje ndryshe për Shqipërinë e të ardhmes. Dhe kjo besoj që do jetë problematike. Gjithsesi, personalisht besoj ke shpirti shqiptarit, besoj tek e mira, pa çka se sot e keqja është bërë gati norm, pa çka se parregullësit tashme janë normalitet dhe të tjera. Besoj që akoma kanë ngelur shqiptar të mirë. Dhe për shembull, një nga ata jeni ju, i cili me sakrificat tuaja mundoheni që të evidentoni individ, njerëz dhe shembuj të mirë. Uroj që shembuj si ju të kenë më shumë në vendin tim. Dhe mbi të gjitha, çdo shqiptar me mundësitë e veta që ka, sado të pakta të bëjë diçka, një hap të mirë për vendin tim. Atëherë jemi në fund të bisedës, meqense jemi në një aktivitet për letërsinë. Çfarë mesazhi keni për të rinj? Të lexojnë më shumë, të kuptojnë letërsinë, të kuptojnë traditën e vendit tonë dhe t'i kushtojnë më shumë kohë artit, kulturës dhe letërsisë. Për fatin e keq, letërsia jo vetëm në Shqipëri, kudo po merr goditje shumë të mëdha, por letërsia e mirë gjithmonë ka vend. Dhe uroj të paktën që si shembulli i këtij vendi të vogël të bëhet normë edhe në vende të tjera. Të shpërndahet kultura, të jepet tradita dhe të ndahet emocioni. Unë uroj shumë në këto aktivitetet të tilla që jo vetëm të flasin disa, po dhe auditorit të jetë pjesë dhe ata të tregojnë shembujt e tyre dhe mbi të gjitha të ketë një ndërveprim të kulturave, të shkëmbejmë kulturë dhe të tregojmë
problematikën e shqiptarit të sotëm se si qaset me kulturën, se kultura sa mund të ndihmojë historinë. Shumë herë kultura ndihmon historinë për qasje, për vëzhgime, po edhe për të themi projekcionet të ardhmes. Nuk ka gjë më të madhe se sa kultura dhe tradita dhe sidomos letërsia. Disa vende kanë kuptuar shumë mirë dhe akoma po investojnë. Vendi jonë, më vjen keq ta them, gjithmonë më shumë po i zvoglon këto resurse. Falenderoj atëherë dhe uroj suksese. Faleminderit juve.